mësi me individet e tjerë gjatë gjithë jetës. Çka ndodh? Ndodh pastaj që baballarët vinë në skenë. Stili baballarëve është pak më ndryshe. Dhe baballarët i përgatisin fëmijët për botën jashtë. Dhe bota jashtë nuk është hiç e këndshme. Nuk është shumë dashamire. Bota jashtë kërkon që fëmija të jetë i fortë. Që fëmija të di të sillet në ambientin e vet social. Që fëmija të stabilizojë emocionet e veta, edhe nëse nuk ja plotësojnë qefin shokët dhe shoqet, ose nëse nuk e fiton një lojë që po bën me shokët dhe shoqet. Të di të respektojë një rregull dhe një rend që është pjesë e marrëdhënies sociale. Por me një nën që e mbron në çdo dhe që bëhet luanesh për fëmijët e saj, me këdo, një fëmijë i tillë, nëse nuk do ta ketë prezencën e figurës së babait dhe modelin e interaksionit të babait, pra, nuk e ka lojën pak më të vrazhd. E keni parasysh që luajnë baballarët në shtëpi? Munden me fëmijët, rrotullohen nëpër parket, po të vini re, kur vriten fëmijët dhe baballarët janë afër, nuk lëvizin shumë, vetëm sigurohen a janë vrarë fort. Nuk janë vrarë fort, ngrihet hapet luan. S'ka dert. Dhe ju bën mirë. Fëmijëve ju bën shumë mirë. Okej, faleminderit. Qëndrojmë pak këtu. Po, do të marrë edhe... Vetëm ta bëj dhe këtë. Çka po ndodh? Ndodh që nënat, po më vjen keq, Adin e di që kam e pas kundërshtime, po punë e madhe fort, nënat kanë marrë pronësinë e rritjes së fëmijës dhe nuk i lejojnë baballarët që të jenë pjesë vitale e përditshmërisë në kryerjen e obligimeve rreth fëmijës. A mundet babai ta ushqej fëmijën e vet? Jo vetë që marrin pronësim, po këtu lindin pastaj problemet edhe me babain, ndërmjet prindërve, mos kuptimet, keq kuptimet. Këtë flasim pastaj, po dohet të shoh ana tjetër, çfarë po mendojnë. Nëse ndërlidhem në atë që tha profesoresha, jam e pajtimit, megjithatë, ndonjëherë varet se çfarë karakteri ka edhe nëna edhe babai. Mendoj që një kombinim i karaktereve i bën mirë fëmijët. Mendoj që edhe nënat tash po lexojnë më shumë, po informohen më shumë edhe po kanë qasje më të mira, jo shumë protektive për fëmijët. Baballarët në anën tjetër e kanë thyer atë tabun që ka ekzistuar me vite që nuk janë ofruar me fëmijët, sidomos në moshë të vogël. Dhe kjo padyshim ju bën mirë fëmijëve. Megjithatë, këto janë raste individuale, domethënë dallon familja prej familjes, nuk mund t'i përgjithësojmë si diçka që po ndodh në shoqërinë tonë. Tani je edhe mësuese. Po. Si komunikon me baballarët dhe si me nënat përsa i takon fëmijëve të tyre? Unë kur na prezantove si panel, kisha keq që nuk kishim edhe dikën të, edhe pse doktori u kyç, po mendoj që duhet të dy prindërit të marrin përgjegjësinë, sepse të dy jemi meritor, po edhe fajtor, edhe përgjegjës nëse diçka nuk shkon mirë. Pas një dyshim, po baba nuk mund të bëhet nonë. Jo, asnjësi. Luaj rolin e nonës, apo... Por kur bashkë veprojmë, e bëjmë më të mirën. Unë në profesion, se mendova që nuk do të kyçem në këtë pjesë, kam pasur fatin të kem familje që vërtet investojnë në edukimin e fëmijëve. Dhe kjo nuk ka rënë në sy të jetë më shumë nga ana e nanës se sa nga ana e baballarëve. Dhe besoj që kjo është diçka që është një ndryshim i mirë për shoqërinë tonë. Si e shihni ju këtë?